U gjeti varur në tabel në Belgjik. Familja Halilaj në Kukës hap dyert e mortit për 29 vjeçarin. Familja Halilaj në fshatin Bicaj të Kukësit ka hapur dyert e mortit për djalin e tyre, Bekim Halilaj. Pas ditën e spremtes, 29 vjeçarit ju dha lam të mira e fundit në vendlindje ku përcoll për në banesën e fundit në varrezat e fshatit. Në ceremoninë mortore morën pjesë qindra banor të zonës, të afërm dhe qytetar nga Kukësi të tronditur nga lajmi i rënd që mbërriti nga Belgjika. Bekim Halilaj u gjeti pa jetë në 30 shtator në Bruksel në rrethana ende të paqarta. Ai u gjeti varur në një tabel sinjalizimi rrugor dhe autoritetet belge kanë nisur hetime duke shqyrtuar të gjitha pistat përfshirë dhe mundësinë e përfshirjes së elementëve të krimit të organizuar. Sipas burimeve timore dyshohet se në ngjarje mund të jenë përfshirë deri në 4 persona. Emri Halilajt ishte përmendur më herët në mediat britanike. Në vitin 2017 ai ishte arrestuar në Angli ku ndodhej në mënyrë të palishme së bashku me 3 shtetas të tjerë shqiptar si pjesë e një grupi të dyshuar për trafik kokaine. Për këtë çështje ai ishte dënuar me 7 vite burgim.